Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit është rikthyer në thes. Janë 35 objekte të parashikuara për të shembur në këtë aksion dhe që thuhet se janë pa leje të ndërtimit dhe në shkelje ligjore. 2 muaj më parë, Fadroman mbërritën në zonën turistike duke shembur rreth 70 objekte që ishin me struktura të drurit por dhe të betonit, por që ishin pa leje përkatëse. Ndërsa, operacioni nisi para zbulimit të disa objekteve të ngritura pranë kishës emblem në thes, sipërfaqet ku ishin vendosur shtëpisat, po ashtu ishin shtruar me beton, çka u konsiderua dhe si shkelje e rregullave për zona turistike. Në këto objekte u paraqit dhe një denoncim në prokurori, ku pushimi i çështjes solli dhe një reagim të kryeministrit Edi Rama. Sipas tij, prokuroria nuk ishte bërë detyrën që i takonte, ndërsa përfaqësuesja e akuzës argumentoi se në dokumentet që ishin dorëzuar nuk paraqiteshin shkeljet që u parë më pas në pamje filmike të mediave. Në zonën turistike, kreu i qeverisë ka theksuar se do lejon vetëm ndërtimet që janë në mbështetje të planit rregullues të territorit, duke theksuar se ndërtesat e vjetra tashmë janë legalizuar në truallin që kanë pasur para ardhësit e pronarëve.